nga dëshmitarët e momenteve kyçe të atij po themi 72 orëshit shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pata fatin që tregoi pari flamurin e Kosovës, shtetit të ri të Kosovës, të tregoj deklaratën e pavarësisë, ndërkohë që nuk ishin pritur akoma në parlament, dhe ka qenë absolutisht një nga momentet më emocionale të karrierës time 35 vjeçare si gazetar, që prej vitit 1991 kur unë jam gazetari aktive, kam mbuluar shumë ngjarje, jo vetëm Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë, Malzi, por edhe në gjithë botën. Dhe padyshim pavarësia e Kosovës mbetet një moment kyç. Cila ka qenë veçantia e këtij momenti? Ka qenë një fakt i thjeshtë. Në gjatë gjithë asaj jave që ishte një shqetësim se kur mund shpallej pavarësia dhe si duhet shpallej, komuniteti ndërkombëtar nën presionin e serbëve dhe nën një ide që shpallja e pavarësisë shqiptare e Kosovës do të irritonte serbët qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, tentoi që ky proces të ishte gati gjysmë ilegal. Pra mos kishte mbulim mediatik, mos kishte ceremoni të mëdha, ata insistuan ndaj autoriteteve politike të Kosovës dhe ndaj mediave. Në këtë moment unë i kam thënë edhe presidentit Kosovës dhe kryeministrit të asaj kohe, edhe antarëve tjerë që po merreshin me organizimin e pavarësisë të gjitha forcave politike, sepse jemi takuar të gjitha forcat politike, që ne nuk kishim përgjegjësinë që kishin mediat në Kosovë, kështu që ne nuk merrnim as këshilla dhe as po e quaj sugjerime nga ndërkombëtarët. Madje edhe një sugjerim që na erdhi nga një ambasador i vendit të Bashkimit Evropian, ja refuzuam duke i thënë ky është një moment tejet i rëndësishëm për shqiptarët dhe ne nuk mund ta humbim rastin që të mos ta dokumentojmë, sepse do të ishte një dështim total në karrierën time si gazetar, pra në karrierat tona si gazetar dhe njëkohësisht të televizionit Klan. Kështu që ne kemi marrë përsipër diçka që ishte pak më e vështirë të ndodhte në Kosovë për arsye të presionit ndërkombëtarëve. Kemi filluar me ditën e njëjtë me një emision të organizuar në Tiranë ku sollëm dhe përfaqësuesit kryesorë të Kosovës, që u takuan atë ditë me presidentin Bamir Topi dhe kryeministrin Sali Berisha. Më pas kemi vijuar rrugtimin në Kosovë gjatë gjithë atyre ditëve deri të nesmen me 18 shkurt. Kështu që ka qenë diçka organizuar, plani i mbulimit ka qenë i përgatitur që ditën e martë, pra një javë gati para pavarësisë, në shtëpinë time, në praninë e disa prej gazetarëve kryesorë të televizionit Klan dhe të Kosovës. Njëkohësisht, si e shoh sot rolin e gjykatës speciale? Një rol tejet negativ, një po e quaj histori pa precedent e jashtëzakonshme, ndoqja prokurorin i cili deklaronte që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kishin futur armë për të goditur ato që quhen postat policore serbe, është një idioci jashtë çdo lloj konteksti historik që të pretendosh to, sepse stacionet policore serbe, instalimet ushtarake serbe të Jugosllavisë së asaj kohe janë bombarduar nga NATO, armët janë dhuruar, janë dhënë ushtrisë shqiptare të Kosovës për të luftuar nga NATO, nga shteti shqiptar zyrtarisht. Kështu që gjykimi jashtë kontekstit dhe mbi të gjitha tentativa e dukshme për të delegitimuar luftën e Kosovës është një nga aksionet më neveritse dhe më problematike që janë ndërmarrë ndonjëherë nga Kosovës në këto 27 vite pas luftës së Kosovës. Cili ka qenë kontributi i shtetit shqiptar? Kontributi i shtetit shqiptar nuk ka qenë vetëm për pavarësinë e Kosovës. Kontributi i shtetit shqiptar fillon që në vitin 1912, kur Ismail Qemali 12-13, kur Ismail Qemali kërkoi në konferencën e ambasadorëve që Kosova të mos mbetej jashtë territorit të shtetit të ri shqiptar, deklaruar, ai bëri përpjekje titanike, madje në një nga intervistat e tij dhënë një gazete kanadeze që më pas u përfshitën kujtimet e tij, ai thot fati ynë i keq ishte që tokat më pjellore shqiptare, siç janë Kosova, ngelën jashtë, ndërsa pjesa më moçalore e Bregdetit ju la Shqipërisë, e cila pa Kosovën e ka të vështirë ekzistencën ekonomike. Më pas parlamenti i parë pluralist shqiptar i vitit 1921 ndërtoi një grup deputetësh që i quante deputetët e Kosovës, edhe pse ata nuk ishin votuar nga shqiptarët e Kosovës, por përfaqësonin shqiptarët e Kosovës, pati një ndërprerje gjatë viteve të komunizmit ku gjithçka u reduktua vetëm në retorik, por ndërkohë raportet me Jugosllavinë ishin shumë të mira, ndërkohë që mbas vitit 1991 insistimi i shtetit shqiptar për një Kosovë të pavarur kanë qenë të jashtëzakonshme dhe kanë qenë po i quaj veprime si diplomatike të ndjeshme deri konkrete ushtarake në ato të ngjarjeve vitit 1999 dhe më pas. Edhe pavarësia e Kosovës është akorcuar edhe me autoritetet shqiptare dhe ju e dini që deklaratën e parë presidenti Bush për pavarësinë e Kosovës e bëri pikërisht në Tiranë gjatë vizitës së tij në qershor 2007. Dhe e fundit çfarë i uroi unë Kosovës? I uroi që të jetë ai shtet që kanë ëndërruar të parët e saj, të jetë ai shtet për të cilin kanë menduar stërgjyshit, gjyshit, baballarët tuaj, të jetë ai shtet që ka qenë në ëndrat e të gjithë shqiptarëve dhe të jetë ai shtet që kanë tentuar të krijojnë
në 17 shkurt vitit 2008 të gjithë ata që firmosën pavarësinë dhe të gjithë ata qytetarë që u gjendën në rrugët e Kosovës apo në shtëpi duke ndjekur ato festime. Të jetë shteti i ëndrave të shqiptarëve që kanë sakrifikuar 100 vjet për atë vend. Shkrepe mirë se mbetet histori. Çdo datë është e rëndësishme, çdo 17 shkurt është i rëndësishëm. Nuk e di pse po mendoj që ky 17 shkurt është edhe më i rëndësishëm. E cekëm edhe prej fillimit. Kemi cek prej mëngjesit. Emocionet janë shumë më të forta se zakonisht se çdo përvjetor tjetër, por këto emocione kaplon edhe më shumë muzikë, më duket e nis. Absolut. Muzika godet ato ku dhem pak më shumë ndjenja emocioni, kështu që. Ku hap muzikë, ha? Para më do qysh godet zoni i Drenicës.